Policia e Shkodrës ka zbuluar dhe goditur një rast tjetër të kultivimit të kanabisit në ambiente të mbyllura, duke vënë në pranga 2 persona. I arrestuari është 22 vjeçari Gjovalim Binaku, i cili kishte përshtatur një banesë të marrë me qera në Velipoj për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike, e njohur si shtëpi bari. Në pranga ka përfunduar edhe punonjësi i OSHE, Robert Vata, 25 vjeç, ndërsa 2 punonjës të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë. Gjatë kontrollit në ambientet e përshtatura për aktivitetin e shumë shërbimet e policisë kanë sekuestruar 308 bimë të dyshuara kanabis, 85 gram lëndë narkotike të tharë, 122 pajisje elektronike që shërbejnë për kultivimin e bimëve narkotike si dhe 4 aparate celular. Në vijim të planit të masave për evidentimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, në bashkëpunim të seksionit për ato të hetimin të narkotikëve në DVP Shkodër edhe mbështetur nga forcat operacionale dhe shqiponja, kanë ushtruar kontrolle intensive në ambiente të mbyllura me qëllim konstatimin edhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike me anë të dhampave, tharjeve dhe përpunimit të tyre për shitje. Në këtë kuadër organizua dhe u finalizua faza e 4 të operacionit policor të koduar neonët. Gjatë operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi GB, 22 vjeç, banues në Laç Vaudejës. Në vijim të operacionit u ndalua dhe shtetasi RV, 25 vjeç, banues në Shkodër, dhe nisi procedimi penal për shtetasit AU, 50 vjeç, dhe GT, 59 vjeç, të 2 banues në Velipoj dhe punonjës të OSHE, për veprën penale shpërdorimi detyrës kryer në bashkëpunim. Nga kontrollet në një ambient banes në Velipoj, të përshtatur për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike kanabis, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 308 bimë të dyshuara narkotike, 85 gram të kësaj lënde të tharë, 122 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike dhe 4 celular. Gjithashtu nga kontrolli i ushtruar në banesën e shtetasit RV, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 3 dhampa dhe një përforcues grushti. Vijon puna intensive për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet proceduriale ju kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.